Kuvendi me shumicë votash e zgjodhi Nenad Saveskin për kryeprokuror të ri. Zëvendëskryeministri Aleksandar Nikolovski në arsyetimin e propozimit të qeverisë tha se pret që Saveski të punojë për rikthimin e besimit në prokurim publike. Saveski është profesionist i dëshmuar në punën e tij, lëvdroi Nikolovski. Не случајно нема разговор, нема дебата, каде што нема сериозни критики за обвинителско-правосудниот систем, како што не случајно рейтингот на овие две институции е некаде околу 2%. Тоа ќе е сериозна задача за новиот јавен обвинител. Deputetët nga Fronti Evropian, Skënder Rexhepi, Ilir Hasani dhe Halil Stopçe theksuan se nga Saveski presin që të rihap rastet si Spitali në Tetov, Almiri i Vogël, Mostra dhe Alfa. Rexhepi tha se nuk është kundër propozimit për kryeprokurorin e ri, por nuk do ta mbështesë derisa ai të dëshmojë se do të merret me këto raste. Prokurori i ardhshëm të dëshmojë që me të vërtet do të jetë prokuror i gjithë qytetarëve. Sepse këta dy raste, rasti Monstra dhe rasti Alfa, janë njerëz të cilët akoma përvuajnë burgun e përjetshëm. Janë njerëz të cilëve akoma drama e tyre e vuajtjeve vazhdon. Pritje nga Saveski shprehu edhe Malisha Stanković nga Partia Socialiste, që është në koalicion me pushtetin. Ai tha se Saveski është njeri i guximshëm që merr përsipër të udhëheqë një institucion me 2% besim. Ai së pari duhet ta pastrojë oborrin e vet, u shpreh ai, por duke kërkuar që të merret edhe me oligarkët. Од господинот Савевски и јас лично, а сметам дека и граѓаните очекуваат да се зафати со високиот криминал, со олигархијата во државата. Банки, осигурителни компании, офшор фирми, разноразни финансиски друштва и фондови, градеж на мафија и ред други работи. Edhe pse nuk ishte kritika të caktuara ndaj kryeprokurorit të ri, Jovana Trenčeska nga LSDM tha se pushteti dëshiron ta shndërrojë atë në shërptor të vetin. Најголемата опасност не лежи во биографијата, туку во намерата на власта да го претвори обвинителството во продолжена рака на политиката. Актуелната политичка офанзива на ВМРО-ДПМН, која ќе кулминира со изборот на Ненад Савевски за нов јавен обвинител и поднесувањето на новиот предлог закон за јавно обвинителство, представува дефинитивно обид за воспоставување партиска контрола врз прогонот во земјата. Nenad Savesky në një intervistë për Mian të dhënë para zgjedhjes së tij, tha se nuk do të bëjë drejtësi selektive, pasi për të gjitha lëndët janë të rëndësishme dhe nuk do të ketë lëndë në sirtar. Si prioritete paralajmëroi digitalizimin e punës së prokurisë, si dhe më shumë llogaridhënie dhe transparencë. Ai tha se do të punojë për përmirësimin e kushteve të punës, sepse siç theksoi, një institucion i varfër nuk mund të luftojë kundër kriminalëve të pasur.